Nuk dua të kthehem shumë në situata që kam kalu, se janë situata shumë të vështira. Për një femën, se duhet të kesh shumë forcë që jetosh vetë në Kosovë edhe fëmijat jetojnë në Danimarkë. Pra u dash ti të vish në Kosovë? Po, u duf me ardhur në Kosovë, edhe fëmija kanë me në Danimarkë. Se kush jeton në Danimarkë e din ligje se është në Danimarkë. Se janë ligjet se kush i ka kushtet edhe mundësit më të mira, i merë fëmijët. Unë atë kohë nuk i kisha mundësit shumë si kur muna me thanë tani. Pra, për shkak se vendosi gjykata, po. Fëmijët mbetën në Danimarkë me babajnë, ndërsa ti erdhe në Kosovë. Çfarë bëje atëherë në Kosovë? U pajtove ti me këtë fat? Normal nuk jam pajtu, kam shku prap në Gjermani me avokat. Ke shku në Gjermani? Po, se kam insistu për mi marrë fëmijët me jetu me mu, po u kanë e pamundër. Pastaj prap jam këtu në Kosovë, kam fillu jetën prej zeros.